Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit tashmë nga ferma VIP. Ashtu siç në fakt unë e thash natën e mbrëmshme, pa marrë parasysh që Arbana premtoi një premtim goxha të fortë një praj më herët, duke thënë që në qoftë se do të thyeshin këto rregullat strikte të rënda, produksioni do të përjashtonte banorin të cilin do t'i thyente rregullat, por interesi për ta mbajtur Ilirin brenda në fermë, që do të thënë paska dhe një lidhje me sponsorat kryesor të kësaj ferme, është tashmë e dukshme dhe pa marrë parasysh se çfarë të bën Iliri, pa marrë parasysh se çfarë rregulli të thyen Iliri, produksioni nuk e nxjerr Ilirin nga ferma sepse varet se çfarë kontrate kanë të nënshkruar dhe kjo gjë më tash është e dukshme. Në qoftë se mbrëm produksioni do të merrte përsipër që të bënte një përjashtim, do duheshte që ta përjashtonte zhakun. Por që të mos bie në sy që është duke e mbrojtur Ilirin, produksioni nuk e bëri këtë lëvizje dhe normalisht fansat e Mimozës, familja e Mimozës kanë të drejtën që të ngriten në këmbë edhe të alarmojnë për padrejtësinë që i bëhet Mimoza Ahmetit. Mimoza nuk u shpall si personazh, domethënë i preferuar i publikut, dhe Mimoza po cenzurohet brenda në fermë. Tani, unë e them që produksioni, pa marrë parasysh se sa do të votohet për personazhin e preferuar, produksioni do t'i nxjerrë personazhet e preferuar një nga një, javë për javë, që të mos ta ulën dinamikën në fermë, por përkundrazi, domethënë dinamikën ta mban aktive deri më datën 15, që realisht janë edhe 2 javë të plota. Por, unë mendoj që pa marrë parasysh që mund të preferohet Iliri, mund të duartrokitet Iliri nga produksioni, edhe pse familjarët e Mimozës dyshojnë nga postimi që kishin bërë natën e mbrëmshme që Mimoza mund të jetë fituese e kësaj fermës, unë nuk e besoj që produksioni do të bënte një gabim të tillë, sepse humbet seriozitetin e tij, humbet dashurinë e publikut dhe pa marrë parasysh se sa mund të duan produksioni të nxjerrin banorët e tjerë fitues të këtij formati, nuk e arrin dot ta nxjerrin sepse Mimoza ka bërë publikun për vete që e meriton fitoren. Edhe pse në fakt e shoh që ka nisur një agent në televizionin Vision Plus duke u munduar që ta ofendojnë, ta ulin në tokë Mimozën, të mos e mbështesin fenomenin Mimoza Ahmetit, t'i gjejnë asaj pika të dobta për ta denigruar në një farë mënyre, unë mendoj që pa marrë parasysh sa emisione do të mbahen, Mimoza e ka krijuar atë dashurinë të publikut që nuk e degenerojnë dot. Dhe unë mendoj që Mimoza është fituese e këtij formati pa marrë parasysh që produksioni nuk e mbështet këtë rrugtim.